Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush situatat, ngjarjet më interesante që në fakt po ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brotherit tashmë. Valbona Mhilli, një nga banorët e eliminuara në afër kësaj pikës së lojës dhe një nga banorët që në fakt po ndërtonte një kënaqësi, një ndjesi me Laert Vasilin, ka publikuar një diçka në Instagramin e saj, që është një fotografi e zezë edhe një pëllump me një lule, që publiku me njëherë ka shtuar kureshtin se çfarë po ndodh, mos vallë Valbona ka humbur ndonjë njeri të afërt, apo është në shenjë respekti për vitin që po mbush babai i Laert Vasilit ditën e sotme. Valbona në të gjitha surprizat, në të gjitha mënyrat kur Laerti ka patur mundësinë për të folur në shtëpinë e Big Brotherit, e ka mbështetur edhe i ka qëndruar me një buzëqeshje jashtë shtëpisë që i ka dhënë forcë Laert Vasilit për të vazhduar lojën e tij dhe për të vazhduar qëndrimin më të fuqishëm në shtëpinë e Big Brotherit. Nuk kanë patur një komunikim, nuk kanë patur një lloj sqarimi për atë që ndodhi, por jashtë shtëpisë së Big Brotherit Valbona në një farë mënyre po bën tifo për Laertin. Derisa nuk ka një shkrim në këtë fotografi të zezë me një pëllump të bardhë me një lule, nënkupton që kjo fotografi mund të shkon për babain e Laertit, ku Valbona, siç duket, i dërgon paqen, dashurinë dhe ai të prehet në paqen në universin tjetër. Siç duket, kjo është një lloj kulture dhe respekti që Valbona po tregon rreth familjes së Laert Vasilit, sepse do ta lidhim edhe në emisionin në të cilin ishte e ftuar Valbona në Top Albania Radio, e priti me shumë dashuri telefonatën me nënën Rebekën, nënën e Laertit, edhe pse pas asaj telefonate qëndronte aktori i Portokallis. Dua të marr mendimin tuaj, nuk ka një shkrim të detajuar se kujt i shkon kjo, ne thjesht amendësojmë që mund të jetë për babain e Laertit, pasi që sot babai i Laertit mbushën vitin që ka vdekur dhe Laerti është i mërzitur, që edhe ne shpresojmë që të jetë të prehet në paqe dhe gjithsesi shprehim ngushëllime ndaj nënës së tij zonjës Rebekës dhe ndaj Laertit. Dhe mbi të gjitha dua të marr mendimin tuaj për këtë çon Valbona këtë pllump edhe këtë lule në Instagramin e saj.